Arrestohet fallxorja kishte fituar 40 milion euro duke mashtruar klientët se do gjenin burra të pasur. Një grua 53 vjeçare cila hiqej si fallxore dhe mashtronte viktimat e saj duke arritur të përfitonte rreth 40 milion euro është arrestuar nga autoritetet australiane. 53 vjeçaria u arrestua të mërkurën në periferi të Sydneyt së bashku me vajzën e saj 25 vjeçare e cila u paraqit si mësuese e Feng Shui. Ajo dyshohet se bindi viktimat e saj kryesisht gratë vietnameze të cënueshme të merrnin kredi duke mbajtur një pjesë për vete dhe duke u thënë atyre se parashikonte një miliarder në të ardhmen e tyre. Mbi 53 vjeçare nëndojnë 39 akuza duke përfshirë drejtimin e një organizate kriminale dhe marrjen e përfitime financiare me anë të mashtrimit. Ndaj vajzës saj rëndojnë 7 akuza duke përfshirë administrimin e të ardhurave nga krimi dhe pjesëmarrje në një organizat kriminale. Gjatë arrestimit në rezidencën multimilion dollarëshe, policia sekuestroi dokumenta, telefona celular, çanta luksoze, një shu Ferrari 40 gramshe me vlerë $10.000 australian dhe $6.600 australian në qipa kazinoje. Autoritetet thanë se 53 vjeçaria u paraqit si një anëtare shquar e komunitetit saj dhe si një fallxore u jepte këshilla klientëve, disa prej të cilëve i thanë se po përballeshin me vështirësi financiare. Sipas një hetimi, nëna dhe vajza janë të lidhura me të ashtu quajturën Penthouse Syndicate, një organizatë kriminale që mashtroi bankat kryesore australiane me $250 milion australian me ndihmën e punonjësve të bankave që miratuan kredi për të ndihmuar në blerjen e pronave të shumta në Sydney.